Prej gjërave që e shpëtojnë njeriu nga sprova e varrit dhe dënimi i varrit dhe ja bën varrin kosh për koshtëve të xhenetit është pendimi i sinqert në tërësi dhe pendimi i sinqert në momentin e fundit të jetës, pa i ardhur shpirtin fyt. Pra njeriu e kupton që është drejt vdekjes, po prap shejtani nuk e lën, e huton, i kujton fëmijët, i kujton të qamet e njerëzve, ku të thonë angazhon. Pra shejtani nuk i ndahet njeriu dhe nuk velet për njeriu, madje kur njeriu është në agoninë e vdekjes dhe në fund të jetës tij, shejtani i mbledh gjithë shejtanët e tjerë dhe ju thot kujdes me filanin se po na iku tani se kapim më kurr. Për këtë arsye ka njerëz që janë momentet e fundit të jetës, subhanallahu, shejtani me ata loz. Ndërkohë që do të ishte një moment reflektimi, do të ishte një moment kthjellimi. Unë gjithmonë e kam thonë dhe e them, sëmundjet e rënda, që janë sëmundje paralajmëruese për njeriu, janë mëshirë për Allahun. Janë mëshirë prej Allahut për njeriu. Pse? Po tregon. Unë çfarë të bëj një sëmundje që vjen papritur? Unë çfarë të bëj vdekjes që vjen papritur dhe pa kujtuar? Po një vdekje që dihet kjo lloj sëmundje botërisht, dihet sa e ka atë kohën e vet. Ku ka mëshirë më të madhe prej Zotit për njeriu se sa me i tregu se kur do të vdesë. Çfarë bën shejtani me njeriu? Në atë moment që e merr vesh për atë lloj sëmundje, në vend për të thjelluar, në vend për të qetësuar, në vend për të penduar tek Allahu xhelalu, në vend për të kthyer tek Zoti, se po vjen borxhet që ka, borxhet që i kanë hallalliqet me njerëzit, e tjerë gjëra, përmendja e Zotit, thënia e çfarës la ilaha illallah. Fillon njeriu dhe kalon stres. Si më thonë, nëse sëmundja zakonisht do të zgjasë 2 vjet, kthej zgjat 2 muaj. Kur e merr vesh. Pse? Se kalon stres, në probleme, në ankth, në depresion, se të vdesin. Po kush ka shpëtuar për vdekjes? Kjo është mëshirë prej Zotit që Zoti po ta tregon se kur do të vdesësh. Nëse njeriu varet se si e kap momenti dhe varet se çfarë grade besimi ka. Tobja në përgjithësi dhe tobja pendimin në momentet e fundit të jetës në veçantë ka peshë të madhe. Po jo në momentin e fundit kur shpirti ka ardhur në fyt. Ma lem jo gharghir, derisa si ka ardhur shpirti në fyt. Pra po jo ai e di që do të vdesë, shumë mirë më thash prej Zotit kjo punë. Po pse tani që e kuptoj që do të vdesi? Po tani që e kuptoj që do të vdesi, po pendohet. Kene halti pse Zoti më pa trajton me dashuri dhe me mëshirë këtë njeri? Shpunë e Zotit. Domethënë ka njerëz që kanë zili edhe pse vdes me tobe. Njerëzit janë çuditshëm. Dhe zilia e njeriu nuk i njeh principet dhe nuk i njeh kufin. Pse tani që e kuptoj? Po tani që e kuptoj është duke u penduar. Where is problem? Çfarë ke? Ku është problemi? Njerëz të çuditshëm.